Pasurimi i Muzeut Historik të Shkodrës me materiale të rëndësishme për historinë tonë ka njohur një ecuri të kënaqshme. Përgjegjësia e këtij muzeu Majlinda Laçaj ndalet tek disa raste mjaft domethënëse në këtë drejtim, ku muzeut janë dhëruar objekte me vlerë të veçantë historike. Ka pas një interes të kënaqshëm nga qytetarët të qytetit të Shkodrës, kulturë dashës, trashëgimi dashës që të pasurojnë fondet e muzeut, ku mund të përmend Gjergj Marena, i cili dhuroi 5 harta muzeut, harta origjinale shumë të vjetra, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm për pasurimin e fondit muzeor. Kemi gjithashtu në muajin tetor të vitit që kaloi nga Vranin Gecaj, dhurat muzeut, rrobat të trashëgimtarëve të motrës tone, busin e Kolit Romenës dhe shumë elementet e tjera të kësaj familje. Po ashtu, këtë vit e kemi filluar nga një personalitet tjetër i qytetit të Shkodrës, por në një fush, një sektor privat punësimi, i cili dhuroi muzeut disa kumtar të muzeut, një revistë periodike që e ka patur në vitet e kaluara Muzeu Historik i qytetit të Shkodrës. Laçaj u bën thirrje qytetarëve të Shkodrës dhe më gjerë që objektet e ndryshme muzeale, të cilat mund t'i kenë ruajtur në shtëpitë e tyre, t'i adresojnë muzeut, pasi aty ato marrin rëndësinë që u takon si dëshmi të vlefshme për të vërtetën historike dhe për publikun. Nëse një objekt e shikojnë vetëm familjarët, muzeu është një shtëpi e hapur për gjithë, pra nuk e shohin vetëm ne si qytetar, por turist nga e gjithë bota. Kështu që ajo vlerë në shtëpi normalisht është shumë e rëndësishme për atë familje që e ka, por është një pasuri e jashtëzakonshme dhe një vlerë e shtuar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Sa i përket pritshmërive për vizita turistike, Laçaj thekson se nuk vjet në dyshim rritja e numrit të vizitorëve në krahasim me vitin e kaluar. Pritshmëritë këtë vit janë më të larta, që të kemi një numër më të shtuar të turistëve. Normalisht ne do fillojmë edhe me pjesën e promocionit, rritjes së shërbimit dhe shumë elementeve të tjera që muzeu të jetë sa më atraktiv për turistët. Përveç këtij muzeu, Shkodra ka dhe disa muzeume të tjera të rëndësishme, si Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi, Muzeu i Kalas Rozafa, vendi i dëshmisë dhe kujtesës, si dhe muzeu pranë Arçipezhvrisë.